Si qeveria, ashtu edhe ekspertët porrin me shpresë se konflikti në lindjen e mesme do të përfundojë shpejt dhe se nuk na pret një krizë e re dhe tronditje inflacioni. Për momentin nuk ka vendim për shpalljen e gjendjes së krizës. Ministria e Financave, Koçoska, thotë se situata po monitorohet. Nëse Ministria e Energjetikës kërkon shpalljen e gjendjes së krizës, çështja do të shqyrtohet nga qeveria. Ги следиме состојбите, не само ние како министерство кое што е надлежно за акцизите и за ДДВ-то, туку и другите министерства, Министерството за енергетика, кое што е директно надлежно за оваа проблематика, како и Министерството за економија, кое што во исто време е во комуникација со приватниот сектор. На дневна основа се следи, ќе видиме какви ќе бидат состојбите понатаму. Знаете ви и во самите закони има предвидено во кои услови и кога може да има одредени промени, така што ќе видиме како ќе се одвива состојбата, соодветно на тоа ќе reagirame. Nga ana e Ministrisë së Energjetikës thuhet se në rast të mungesës së furnizimit, rezervat e brendshme të naftës janë të qëndrueshme dhe sigurojnë furnizim të sigurt për qytetarët dhe ekonominë. Ato ruhen si mekanizëm sigurie dhe nuk përdoren në kushte normale tregtare, por vetëm me vendim të qeverisë në rast të shpallje të krizës energjetike ose shqetësimi serioz të furnizimit. Aktualisht importi i derivatit të naftës është plotësisht i liberalizuar dhe zhvillohet pa ndërprerje, pa kufizime ose vonesa. Ekspertët gjithashtu presin që konflikti të zgjidhet shpejt. Në të kundërtën, ata thonë se goditja për Maqedoninë do të jetë e madhe, pasi ekonomia ende po rikuperohet nga krizat e mëparshme. Конфликтот продолжи на средано. Веднаш ќе се јави нестабилност на глобалните пазари, како на пазарите на енергенси, така гледате се поместуваат и финансиските пазари, меѓутоа тоа би влијало и на транспортните трошоци, преку транспортните трошоци би влијало и на цените на определени производи кои се увезуваат, меѓутоа и на храната. Ние сме, знаеме дека сме увозно зависна земја, пред се на енергенси и на храна и сме високо чувствителни на глобалните движења. Sipas ekspertëve të energjetikës, shteti përmes Agjencisë së Rezervave të Naftës ka detyrë ligjore të sigurojë sasi të mjaftueshme për funksionimin e pandërprerë të ekonomisë për 60 deri në 90 ditë. Një shqetësim tjetër, sipas tyre, është rritja e dyfisht e tarifave për transport dhe transporti më i shtrejtë mund të rrisë çmimet e produkteve dhe shërbimeve. Регулаторната комисија за енергетика пофреквентно да ги следи овие текови на цените и промптно да реагира преку донесување на одлуки за цените на нафтените деривати кај нас, за да не се создадат состојби каде што ќе имаме ефтина цена на нафтени деривати, а ќе немаме деривати. Në kushte krize, Ministria e Financave mund të ulë akcizat për karburante deri në 4 denar ose të vëshën për importin e energjisë nga 18% në 10%. Ministria e Financave thotë se është tepër herët për të bërë parashikime, por nëse konflikti zgjat me ribalancin e buxhetit, do të ketë gjithashtu korrigjime në projekcionet, si për rritjen e bruto prodhimit të brendshëm, ashtu edhe për inflacionin për këtë vit.